Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë në këtë video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajt korik, sepse janë postuar për gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, sepse edhe aty shtrihet e gjithë java, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal, siç është hëna e plot, por edhe me tema për dashurinë. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë fillojmë energjinë, të shohim se çfarë energjie na vjen. Dhe është një energji fantastike sepse kemi kartat e arkanës së madhe. Dhe shoh një person që ndoshta është duke ëndërruar në lidhje me ju, ose është një person që shef gjatë gjithë kohës imazhin tuaj. Dhe këtu flasim për një person që është i lidhur me energjinë tuaj. Por shoh që kemi një kombinim shumë të mirë, sepse kemi mbretër dhe mbretëresha në këtë, shohim dy persona me shumë emocione, por që tregojnë të mbyllur ndaj një dashurie. Por këtu flasim dhe për një person që është mbyllur në veten e vet. Shohim që ky person ndoshta është duke menduar më tepër rreth anës ekonomike, anës materiale, por edhe një person dy energji, do me thënë që kanë shumë emocione në lidhje me njëri tjetrin. Thjesht është një mbyllje në një histori dashurie, në një njohje ose lidhje që ju keni, por shoh edhe një person që është gjatë gjithë kohës duke menduar më tepër me anën materiale. Është një person që mund të jetë në jetën tuaj, ose ju dëshironi të futeni në një njohje ose jeni në një lidhje. Dhe ky person shoh që ndoshta mund të jetë edhe një person praktik, por është i fokusuar te ana materiale, te pasuritë, te pasuria ose te paratë e veta. Dhe është një person që ndoshta ka ndryshuar mendim në momentin që ju takoi ju dëgjues. Dhe kishte të vështirë të hapi dhe të shprehte këto ndjenja dhe këto emocione që ka pas në lidhje me ju. Dhe ky person hariti të ndryshoj, hariti të transformohet brenda vetes së vet në momentin që u njoh me ju. Dhe në momentin që filloi që të përkushtohet ndaj jush dëgjues. Dhe këtë moment e quan të pachmushëm në jetën e vet. Gjithsesi, është një person që mund të keni pas kontakt të vazhdueshëm, ose po flasim për një person që ka pas një mendim emocional në lidhje me ju, dëgjues, ose një person që ju i keni bërë përshtypje këtij personi. Gjithsesi, ose mund të keni pas edhe një takim me këtë person. Dhe ky person ka vënë re atë gëzimin që ju keni pasur, ose burimin e frymëzimit dhe të emocional, të gëzimit që keni pas brenda vetes tuaj. Është një situatë ku ky person ishte i përqendruar vetëm te ana materiale dhe nuk shikonte këtë realitet në lidhje me emocionet e veta. Dhe kjo energji e mbushi këtë person dhe e bëri që të ndihet mirë nga ana emocionale, dhe ky person është duke menduar në lidhje me këtë histori, me këtë histori dashurie. Nuk e di se si rezonon me ju deri në këto momente. Gjithsesi, do shohim se si do vazhdoj, çfarë mendon, çfarë ndjen ky person në lidhje me ju. Atëherë ky person nuk e di, por është nisur nga intuita e vet. Diçka intuita i ka thënë në lidhje me ju.
ndoshta mund të keni pas dhe një lloj rezistence ndaj këtij personi. Ky person ka menduar që në fillim, ose ndoshta u përpoq që në fillim për të bërë një fillim të ri në lidhje me ju dëgjues, është duke dëgjuar intuitën në lidhje me këtë dashuri, por ndërkohë shoh që ky person është ndoshta është duke menduar se çfarë të bëj tjetër në lidhje me ju, ndoshta për të hyrë në këtë njohje ose për këtë lidhje. Ose ky person mendon se si t'ju joshi dal nga dal për të hyrë në këtë njohje, ose për pjesën tjetër kur keni hyrë në një njohje ose në një lidhje. Dhe ky person shikon botën tuaj të brendshme që ju e keni shumë të pasur, keni shumë emocione, jepni shumë dashuri dhe i duket një botë komplet e re për të bërë këtë fillim të ri. Dhe është një fillim i ri i menduar mirë. Ndoshta për këtë person është diçka e panjohur, sepse është një person që është përqendruar vetëm te paratë e veta, te ana materiale. Dhe është një person që ndjeu aq shumë në lidhje me ju, sa që dëshiron dhe shohim personi ka emocione, kemi mbretin dhe mbretëreshën këtu, dhe arriti të ndoshta dhe të humbasi atë kontrollin, sepse shohim që personi ka qenë shumë i mbyllur, për të futur në këtë njohje të re, ose për të shprehur këto ndjenja që ka në lidhje me ju dëgjues. Ndoshta ky person rrëzoi gjithçka që kishte ngritur brenda vetes së tij. Në lidhje me dashurin flasim. Çfarë ndjen ky person në lidhje me ju momentalisht? Dhe do lënë 2 letra të tjera këtu. Atëhere, shohim energjinë e rrotës së fatit. Ky person dëshiron që të çojë gjërat para në lidhje me ju dëgjues. Është duke menduar se si të investoj përsëri në lidhje me këtë dashuri. Është dikush që ndoshta mendon thjesht në lidhje me këtë diçka të mirë që i ka ndodhur në lidhje me ju. Dhe gjithçka në lidhje me ju ka qenë shumë e vlefshme në lidhje me këtë person. Gjithsesi, është një person që do të hapi zemrën, sepse jemi te mbretëresha e kupave këtu. Dhe shoh që ndoshta ky person ka qenë duke ndëruar atë imazhin tuaj, dhe shoh që personi dëshiron përsëri të investojë. Ndoshta është diçka që nuk e kishte imagjinuar se si mund të ishte. Dhe por gjithsesi ka paqartësi ky person, mund të ketë edhe frikra emocionale për të hyrë në lidhje me ju, me një njohje, ose për të vazhduar këtë njohje. Diçka këtë person e pengon. Në rastin tjetër mund të jenë persona në prapasken që ndoshta harin mbështesin në momentin e parë këtë person, por veprojnë komplet ndryshe mbas shpinës së këtij personi. Dhe unë shoh që ky person ka ngecur në mendime, mendon se ndoshta ju nuk do harini të futeni, ta pranoni këtë person, ose për ta çuar një njohje ose një lidhje para, sepse personi mendon gjithmonë negativisht se gjërat nuk do zhvillohen midis jush. Gjithsesi është një energji ku fati do ta ndihmoj këtë person për t'i çuar gjërat para, thjesht ka ngecur në mendime dhe ka paqartësi, frikra emocionale, pasiguri në lidhje me këtë dashuri. Dhe çfarë do ndodhi në të ardhmen e afërt? Dhe kjo ka vlerë si në lidhje me persona të rinj që mund të hyjnë në jetën tuaj, në rastin tjetër mund të jeni me një person që jeni në njohje ose në lidhje dhe ky person tregohet i mbyllur akoma në lidhje me këtë dashuri, por edhe në lidhje me personat që mund të jenë shkëputur ose diçka tjetër. Dhe shohim energjinë që na vjen, çfarë do ndodhi në të ardhmen midis jush. Atëherë, unë shoh që ju do harini të jepni zgjidhje kësaj situate, ose ky person dëshiron të japi zgjidhje, do ketë kundërshime nga ana juaj personi, por mund të jetë një person që është i ngarkuar psikologjikisht në lidhje me këtë gjë,
sepse mendon se ju nuk ta pranoni, dhe unë shoh që aty do keni kundërshtim mendimesh kur personi dëshiron të japë zgjidhje kësaj njohje, lidhje ose që ju keni ose keni pasur. Dhe unë shoh një rikthim. Ky person mund të jetë dhe një person nga e kaluara për një pjesë për jush, për pjesën tjetër mund të jetë një shpirt binjak, në qoftë se është person nga e kaluara, diçka ka ndodhur këtu, disa tensione, ose dikush është larguar, gjithsesi unë shoh një rikthim të një personi, sepse jemi te 6-ta e kupave. Ose ky person dëshiron ta rishikoj përsëri në lidhje me një situatë që ka ndodhur midis jush. Sepse e shoh që personi dëshiron të ketë edhe një mundësi, ose ju t'i jepni një mundësi këtij personi. Dhe nuk tham energjit, kemi energjit shenjave të ujit, të tokës, energjit shenjës demit, akrepit, luanit, virgjëreshës, energjia e gafores, energjia e peshores, shenjat e ajrit komplet, energjit shenjave të ujit dhe energjit shenjave të tokës. Dhe vazhdojmë, a do ketë një takim, një bashkim, dhe pse shoh një lloj rikthimi, ndërsa për gjithë ata që do jetë një person që dëshiron të hyjë në jetën tuaj, është një person që ju do ndjeni që është shpirti juaj binjak. Është një person që mendon seriozisht, kërkon një mundësi, njohje në lidhje me ju dëgjues. Dhe përfundimi, atëre, ky person, unë shoh që është duke menduar seriozisht, dëshiron të vitë drejt jush, mund të jetë edhe një person në distancë, sepse kemi personi mund të jetë ose është në një udhtim, por nuk hedh hapa akoma drejt jush, sepse ky person është duke menduar seriozisht, kërkon një mundësi, por personi nuk do hedhi hapa akoma. Shoh që ka shumë emocione në lidhje me ju, ndoshta kjo gjë e frenon pak për të ardhur drejt jush, dhe shoh energjinë tuaj dëgjues që jeni në gjendje pagjumësie, jeni duke menduar rreth këtyre emocioneve që keni në lidhje me këtë person. Është një person që mendon gjatë gjithë kohës për ju, por ju nuk do jeni duke menduar këtë. Kjo situatë që ky person kërkon të ketë një takim ose ka shumë emocion dhe kërkon të ketë një takim në lidhje me ju shoh që ju do jeni duke e menduar këtë situatë. Një njohje të re ose në lidhje me një person që mund ta keni në distancë në rastin tjetër. Dhe unë do shoh se do marr dhe disa letra për ta parë dhe po marr tarotin romantik. Janë mbrapshta. Atëre, unë shoh që ky person ka shumë emocione në lidhje me ju, dëshiron të ketë një takim, dhe unë shoh një takim që do keni së bashku ose një moment romantik, ndoshta në një ambient veror, jashtë, e shoh më tepër në një park ose në një ambient ku ju do jeni, dhe shoh që ky person do bëj të pamundurin për të qenë me ju, sepse do përdori gjithë energjinë dhe forcën e vet për t'ju tërhequr pranë verës, për të qenë së bashku. Dhe këtu kemi mbretëreshën e shpadave, është një person që ndoshta ka eksperjenca në lidhje me këtë dashuri, dhe është duke menduar më tepër logjikisht në lidhje me këtë dashuri që ju keni. Dhe kemi përsëri energji toke, ky person tregon që ndoshta është duke menduar gjatë gjithë kohës se si të ketë edhe disa të ardhura të mira për të ardhur dhe për të kaluar së bashku. Për të qenë së bashku
me njëri tjetrin, po shoh një energji femërore që jep fund diçkaje të vështirë që mund të keni kaluar në lidhje me këtë njohje ose lidhje, por dhe në lidhje me njohjet ose lidhjet e mëparshme. Dhe shoh surpriza pafund që do t'ju vinë nga kjo energji. Dhe marrim një mesazh nga angjit dhe shohim çfarë mesazh ju japin. Atëhere, ndoshta janë krijuar disa situata nga e kaluara, thot këtu. Mund të jenë situata tensioni, situata konfliktesh që mund të keni pasur, ose mund të jetë edhe një lloj konkurrence që ju mund të ndjeni në këtë dashuri. Nuk duhet shikoni këto detaje, thot, mos hyni në konflikt ose në lidhje me një situatë që mund të jetë më tepër, mund të jetë edhe një xhelozi nga ana e personit që ju keni në jetën tuaj. Dhe marrim dhe një tjetër dhe përsëri unë shoh që ju keni frikë në lidhje me diçka, ndoshta për të futur në një njohje të re, pjesa tjetër për të qenë me këtë person që jeni në njohje që mund të jeni shkputur ose në një lidhje, por thot që kërkoni ndihmë dhe nga persona të tjerë, thot. Dhe mundohuni të shkëputeni nga këto situata, konfliktesh ose një lloj konkurrence që mund të keni, ose një lloj xhelozi që mund të ketë në lidhje me këtë person që ju keni në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju uroj një dëgjim të këndshëm të kësaj video dhe një mbasditë sa më të këndshme për të gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.